Dritare televizion është një dritare diasporës, një dritare në diasporë, një përpjekje jona modeste, që sa jush nuk është më modeste, po është një përpjekje prej 200 milion klikimesh dhe prej gati 300.000 ndjekësish në të dy kanalet. Dhe ne duam t'ja u shpërblejmë dhe t'ju gjendemi në një moment të rëndësishëm, në një moment historik, si për ju edhe për ne. Është momenti kur po votohet për herë të parë, diaspora për herë të parë po voton. Ne, dritarja, që nga krijimi i saj, është përpjekur që të mbledh historitë tuaja. Dhe unë jam e sigurt që ne jemi një zë i qëndrueshëm, se kjo është e rëndësishme, kur ti je një zë i qëndrueshëm. Dhe kështu pastaj ke Jehon, dhe Jehona pastaj është e jashtëzakonshme. Dhe jemi përpjekur qysh kur e hapëm, që ti tregojmë atyre që kanë mundësi për të dëgjuar zërin, t'ju çojmë zërin tuaj, atyre që aty ku nuk ishte shkuar, për t'ju thënë që ju jeni shumë, që ju jeni të nevojshëm, jo vetëm për të dërguar para në Manigram, por sidomos për të dërguar qëndrimin tuaj, kritikën tuaj, vëmendjen tuaj, pozicionin tuaj dhe tani më dhe votën tuaj, që nga dje ju mund të nisni të votoni.